Ju falenderoj të gjithëve, uroj që ta shijojmë shumë këtë ditë, këtë aktivitet kaq të veçantë. Falenderoj shumë përfaqësuesit e institucioneve, gjithashtu dhe miq tan nga Kosova, miq që kanë ardhur nga zona të ndryshme, fisin e Kurpalve. Dhe sigurisht një falënderim shumë të veçantë për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe organizatën Prospect Habitat, të cilët kanë bërë të mundur realizimin e këtij projekti, sigurisht me kurimin e veçantë të ideatorit Avni Dervishi, i cili ditën e sotme, një duartrokitje shumë të veçantë një herë, se kemi një surprizë për ty, se ka dhe ditëlindjen ditën e sotme, dhe me qëse jemi mes miq familjarësh, t'ja urojmë të gjithë bashkë kurime ditëlindjen, na rrofsh sa malet. Emocioni veçantë në fakt, që në emër të familjes dhe fisit Kurpali, t'ju falenderoj gjithë pjesëmarrësit në këtë event të rëndësishëm. Kam kënaqësinë që të ftoj tani zotin Miftar Dauti, kryetarin e bashkisë, për të na dëshmuar edhe një herë sa e rëndësishme është mbështetja institucionale lidhur me promovimin dhe ruajtjen e trashëgimisë dhe vlerave të Hasit. Nderuar pjesëmarrës, nderuar familja Kurpali, është kënaqësi për mua që si kryetar bashkie të jem sot në këtë takim. Duhet të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që janë këtu, nga Kosova, nga Shqipëria, sepse kjo është një ditë e veçantë për mua si kryetar bashkie dhe për gjithë fisin Kurpali, sepse me këtë kull ne identifikohemi me traditat dhe zakonet e Hasit. Ta i ka dhënë një kontribut vërtet shumë të çmuar në dokumentimin dhe promovimin e vlerave tona. E mirëpresim me duar trokitje, zotin Hasane. Një falenderim të jashtëzakonshëm për Avni Kurpalin, iniciatorin, promotorin, ideatorin dhe praktikantin e kësaj ti eventi të jashtëzakonshëm që në pak treva e vene të këtij karakteri e gjemi. Një përshëndetje për kryetarin e bashkisë, sepse përshëndetje Avni zoti i shtëpisë, unë du të ju falenderoj se keni një kryetar bashkie të mrekullueshëm, që ju mbështet dhe du të ta mbështesni edhe ju. Së treti, kam një vlerësim për gjithë popullin e Hasit. Pa përjashtim, burra e gra, motra vëllezër, janë banorët më të mirë që kam pa në jetën time. Më të dashur, më përbashkuesit, më bukdhanësit. Si asnjë nuk ka kun. Ne kemi misi me to. Na kemi punu 4 muaj me Bomosën e Kuksit. Aty kam shënu emrin e Kurpalve të bashkë me Hasan Pekën. Një shok i ngushtë jemi, një burr i urtë, një burr i talentuar që e kujtojmë në nostalgji dhe fotografinë e tij kam në ngjyrën në shtëpinë time, në korrizë. Dhe si për të mosu e gjithë kjo për Kurpalet dhe kullën të ujë, unë kam njoft 56 vjet më parë. Kam ardhur në kullën e Kurpalet pas inaugurimit që u bë në 28 nëntor të vitit 2024. Shumë kënaqësi të dëgjonim zoti Hasani, na bët një udhëtim në kohë deri tek breza tani që besoj të gjithë ndjen shumë krenar kur dëgjojnë histori kaq emocionuese për fisin e Kurpalve, për zonën e Hasit. Tani kam nderin të ftoj rapsodin e një mirë njohur për Bari Brati, Dies. Përmes këngës Lahutës, ju keni mbajtur gjallë trimërinë, vlerat dhe gjithë kulturën e zonës. Të kullave, trashëgimisë kulturore, unë si përfaqësues i Bashkisë Has në trashëgiminë kulturore, do t'ju prezantoj një prezantim të shkurtër të muzeve dhe të kullave të Hasit. Krahina e Hasit, e njohur për traditat e saj të pasura dhe historinë e lashtë, ruan një trashëgimi të çmuar kulturore që pasurohet në muze, kulla karakteristike të zonës. Këto objekte janë dëshmi e mënyrës jetesës
zakoneve, identitetit banorëve hasian ndër shekuj. Tani me shumë respekt do ftoj në skes studiuesin e etnografisë dhe artistin zotin Ylber Geca. Puna e tij në ruajtjen dhe promovimin e kulturës popullore është një kontribut shumë i vyer për identitetin dhe kujdesën kulturore të Hasit. E ftoj me duar trokitje. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje kryetarët bashkisë, miqve dhe mustafirëve që kanë marrë pjesë tonë, familjen Kurpali, gëzuar ditëlinjen, se ditëlinja jote shkruhet edhe këtu se ki ra ti dhe ki majt kit vlerë. Kaq të nësisht. Profesor Dr. Nejat Çoçaj, nga gjysma tjetër e zemrës, nga Hasi i Kosovës, autor i një sër botimesh dhe studiues i përkushtuar, ai ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në ndriçimin e historisë, kulturës dhe identitetit të trevës së Hasit. Faleminderit shumë. Jam i privilegjuar që sot të marr pjesë në këtë ngjarje kulturore dhe ju përshëndes të gjithë të pranishme në emër të shoqatës kulturore e adletare Hasi në cilësinë e nënkryetarit të kësaj shoqate. Në veçanti përshëndes kryetarin e bashkisë Krumës, profesor Dr. Muhamet Belën, njëri nga studiuesit më eminent të Shqipërisë dhe të gjithë juve. Unë për këtë rast në fillim kur erdha e tregova se një nga momentet që më kanë nxitur të shkruaj një monografi për Kalin në 3 volume, 1800 faqe, është pikërisht familja e Kurpalit, përkatësisht nëna e Bajram Sylës, e cila ka qenë mjeke popullore dhe e ka shëruar Hasa Prishtinën pikërisht në këtë kull. Është një histori e gjatë, por kjo kull ka historinë e veçantë dhe ka vendin e meriton që të jetë në monumentet historisë së lidhjes shqiptare të Prizrenit, sepse 2 nga kuvendet e rëndësishme të lidhjes shqiptare të Prizrenit janë mbajtur pikërisht në këtë kull. Flas për Komitetin Qendror të lidhjes shqiptare të Prizrenit, nënkryetari së cilës ka qenë Shaib Spaio nga Helshani, dhe 7 kuvende të degës e lidhjes shqiptare të Prizrenit që janë mbajtur në këtë kull. Edhe njëherë faleminderit për ftesën, urime dhe dëshiroj që edhe në të ardhmen të kemi aktivitetet të tilla. Falenderoj për kontributin tuaj. Nderuar pjesëmarrës, nderuar familje Vishi, Nel Sejdiu, familja Kurpali, është një derë dhe privilegj i veçantë për mua që flas këtu. Nderuar kryetari i bashkisë Hasit Miftar Dauti, nderuar Urim Dauti, përgjegjës në pali koordinator për njësinë administrative Kolej, të nderuar profesorës të Kosovës, shumë nderuar edhe të Shqipërisë, nderuar profesor Aliu, nderuar profesor Dr. Nejat Çoçaj, mik shumë i ngurtë i imi, etnografi më i shkëlqyer, u kam akredituar në muzikë, kena dhe shumë të tjerë, por Nejati shumë dhe shkurtën tu e plot të tjerë. Nderuar Ylber Geca, që një qoba me shumë kujdes për parimin, cilin në këtë rast për parim Ratit, i cili në thamë drejton kam pa shumë studenta nga Hasi dhe nga Shqipëria për edhe 20 vjetë në universitet, shkollës në universitet të tjera, dua t'i përshëndes, e tyre gjithë mire, sidomos popullit Hasit. Profesor Nejati foli në mënyrë lakonike, tepër shkurtër, bashkë me profesor Aliu bën analiza që unë nuk mundem ta shëthyj me këto 2-3 fjalë që mund të flas. Hasi di që nga kërkimet e mia personale, përveç studiusve tjerë që nga Alios studius Budaja Pat, i cili ka pa tunat e Krumës në vitin 1918, Beb Jubani ka bërë gërmimin një studius kurkullos dhe shumë i zoti. Pas tim, me aq sa kam pas mundësia, përpjekur të bëj gërmime unë, kërkime dhe gërmime ku evidentojmë shpellën e dajqit në cilën është zbuluar Neoliti për herë të parë në gjithë Shqipërinë verigjindore, po kështu janë zbuluar fundi i bronzit dhe fillimi i hekurit, periudha antike mesetare, pra është një territor e shumë tuma, qoftë tumat e Bishës Krumës, tumat e Mujeve, tumat e Miqasit, e me radhë qatë Pogaçës, që hahemi anë jë, i të përkasim Miqasit, si përkasim, i përkasim të bliskaransi, pra kemi të bëjmë një histori jashtë zakonshme. Por, do flasë shkurt. Nëse kemi ardhur këtu, kemi ardhur te historia juaj.
Nëse kemi një kull dhe disa kullat të tjera, kemi ardhur ke vlerat të cilat gjatë kësaj kohe na kanë munguar. Me i thanë, jo se kanë munguar. Dhe kënaqen në mënyrë të jashtëzakonshme, me shumë emocion, që vim tek një kull tradicionale e vlerave historike. Po, se bëjnë vretjon, se jam këtu. Dhe i lumtë inxhinierit, i lumtë Ali Hasanit, i lumtë edhe drejtuesve vendor për këtë mbështetje edhe Ministrisë Kulturës. Në të vërtet, kullat janë monumente, mbrojtje, fjale dhe kuvendi. Në këtë kull, edhe në kullat tjera, po kjo nga pas të gjithë. Pra, ndihmojeni pak që të ketë më shumë edhe më shumë gjëra që shihen, sepse ato do humbasin. Tani, unë nuk po flas më tepër, e uroj inxhinierin, e uroj gjithë ata që kanë punuar për këtë kull, dhe i uroj që edhe kullat tjera që të bëhen objekt turizmi, ashtu siç do të jetë kjo. Sken, bëhet fjalë për zotin Ilir Brasha, i cili është koordinatori i diasporës Hasit, me angazhimin e tij në forcimin e lidhjeve mes bashkëdetarëve dhe vendlindjes, ka dhënë një kontribut në çuarin përpara të gjithë vlerave të zonës së Hasit. Përshëndetje gjithëve. Kënaqësi shumë e madhe që jam pjesë këtu në këtë event. Falenderoj gjithë familjen Kurpali dhe në veçanti edhe inxhinier Avni Kurpalin për realizimin e këtij aktiviteti dhe për ngritjen e identitetit të Hasit. Ajo çfarë kemi ne Hasi, që është pjesë, siç e tham, edhe e Shqipërisë edhe e Kosovës për fatin tonë të keq, është që të parët tanë kanë luftuar dhe kanë dhënë edhe jetën, siç e dëshmon shumë qartë edhe kulla e Kurpalve, e cila është rilindur më sot. Sot nuk kemi për dhënë jetën për vendin tonë, por sot duhet të tregojmë ato çfarë ka treguar historia dhe ato çfarë kanë bërë të parët tanë. Këtë e ka treguar shumë mirë përkatësisht shtëpia e Kurpalve, duke rilindur këtë kull që tregon pikërisht forcën identitare, historinë dhe ndërthur çdo gjë në mënyrën më të mirë dhe më simbolike të vlerave të Hasit, për qëndrueshmërinë dhe forcën, luftën për të mbrojtur atë dheun deri në pikë të fundit. Shumë faleminderit edhe një herë familjes Kurpali dhe në veçanti inxhinier Avni Dervishit për gjithë realizimin e këtij aktiviteti dhe për rilindjen e Hasit. Falenderojmë shumë diasporën hasiane dhe ju që e promovoni Hasin dhe përtej kufive. Djepit që kultivoi trimëri, kullës së Kurpalve, ky është një Djepit që kultivoi trimëri, kullës së Kurpalve. Dhurat nga diaspora hasiane. I takoj ke Ilirit, por s'ka problem. Edhe një amanet përësi të profesor Besim Muhadrit. Është në Amerikë, po kalon disa libra në Krum, kullës që unë bjetoj plagëve ndërkoha. Ndërmote Besim Muhadri. Atëherë, inshallah, kalojmë mirë edhe faleminderit shumë. Ju falenderojmë dhe ne ju. Udhëtuam në kohë, kujtuam të gjithë historinë, të gjithë sakrificën, të gjithë vlerat tona, besën, mikpritjen. Udhëtuam në kohë, përjetuam emocione, morëm shumë informacione të ndryshme nga etnografia, kultura, kulinaria. Tani është momenti të shijojmë, apo jo? Pak muzik dhe tani është momenti që Emirela Kurpali të prezantoj programin muzikor dhe ju ta shijoni dhe më pas edhe gatimet tradicionale. Ftoj Emirelën. Sa për njoftim, dy moderatorët janë vajza Mbesa dhe nusje e Kurpali, dhe shtëpisë Kurpali. Faleminderit gjithëve. Kam kënaqësinë të jem në mesin tuaj, jo vetëm si prezantuese e ansamblit, por edhe si nuse e familjes së madhe të Kurpalve. Unë do doja pa humbur kohë të ftoja përpara jush drejtuesen artistike Flutra Aliaj të ansamblit Pjetër Bogdani Has. Këngët patriotike dhe lirike, vallat burimore, lojrat popullore dhe interpretimi me vegla muzikore tradicionale. Duke përcjell brez pas brezi,
identitetin dhe shpirtin e kësaj treve. Do të them dy fjalë edhe për kushtrimin, e ku më bukur se këto, të kulla e kurpalve, të kulla e qëndresës, do të thuhen më mirë këto fjalë për kushtrimin. Një element i veçantë dhe shumë i rëndësishëm i ansamblit është kushtrimi, simbol i thirrjes, bashkimit, trimërisë dhe krenarisë hasiane, i cili i jep interpretimit vlera dhe emocion të veçantë. Përmes veprimtarisë së tij, ansambli Pjetër Bogdani kontribon në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe në promovimin e pasurisë së folklorit shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Faleminderit flutura për prezantimin e ansamblit Pjetër Bogdani Has. Siç ka qenë zakon, unë ftoj ansamblin të vazhdojë në programacionin e saj. Njëri tjetrit dhe të takthenim këtë ditë jo vetëm në një ditë kujtese për trashëgimin, kulturën dhe vlerat tona, por gjithashtu
edhe në një ditë feste. Ndaj festa do të vijoj me gatime tradicionale që ju ftoj të shijoni të gjithë së bashku. Ju falenderoj edhe një herë shumë krejtësi.